personat të cilët të udhëheqin politikën e jashtëm janë të padëshirueshëm. Dhe vetë State Departamenti e ka deklaruar me emër e mbiemër. Për shembull zoti Kasapolli pa kur far turpi, dezinformon thot me emër me mbiemër. Mi jep emrat të mbiemrat zotin tuta. Cilat janë emrat e njerëzve? Kam një përshtypje domethënë edhe gjithmonë po bindem që jetojmë në botë paralele, domethënë atë se ku jeton zonja Gashi, zonja Gashi dhe në realitetin në cilin jetojmë na, po çka muj me prit për një personi i cili thotë se kosovarët më shumë t'i kanë parë se sa që kanë pas ndonjëherë, domethënë. Në një kohë kur gjithë Kosova është në krizë. Por gjithsesi, kam 30 sekondat e mia. Gjithsesi unë besoj që marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të jenë të mira nëse personat të cilët të udhëheqin politikën e jashtëm janë të padëshirueshëm, shumë thjesht. Dhe vetë State Departamenti e ka deklaruar me emër e mbiemër, kështu që nuk e kemi sot problem Kosovën, e kemi problem leadershipin e kësaj lëvizje e cila ka degraduar në këtë marrëdhënie. Shtetet e Bashkuara, Departamenti Amerikan ka thonë që ne jemi të padëshirueshëm me emra me mbiemra. Ju jeni ata të cilët e keni quajtur naiv. Ju ata jeni të cilët e keni quajtur naiv ata. Nderuar zonja Gashi. E dini shumë mirë se në shërbimi diplomatik. Mos i ndërhyj në 30 sekonda. Që të lutëm, është mirë mos me dezinformu, po një për prioriteteve tona, në fakt planin tonë qeverisës në 4 vitet e ardhshme është lufta kundër dezinformatës. Jeta po jetojmë në një kohë ku realisht çdo lajm i mirë pozitiv për Kosovën fillon të dezinformohet. Kjo është si propagandë e vendeve autoritare në rajon e Mëxher, po edhe një opozitë e cila refuzon me i pranu fakte. Për shembull zoti Kasapolli pa kur far turpi, dezinformon thot me emër me mbiemër. Mi jep emrat të mbiemrat zotin tuta. Si Departamenti i Shtetit Amerikan i ka shpall non grata në kohën e sekondat e Arionës. Cilat janë emrat e njerëzve që janë të padëshirueshëm. Absolutisht të padëshirueshëm. Për përfaqësuar Republikën e 30 sekonda e Arionës. Faleminderit. Ariona, ku jote?